Edhe pas 83 minutash mbi kohën e parashikuar, Laura Pausini nuk ndahej nga fansat në një mbrëmje në Teatrin Trienale. Ajo bëri shaka, përqafoi publikun dhe tregoi episode nga jeta dhe karriera. Këngëtarja kujtoi fillimet e saj nga fitimi në Sanremo 1993 deri te sukseset ndërkombëtare, duke theksuar rolin e Fatit dhe këngës La Solitudine. Ajo foli për pasiguritë e hershme mbi pamjen, por edhe për momentin kur Michael Jackson i kërkoi të merrte pjesë në një projekt pas 11 shtatorit që nuk u realizua. Pausini rrëfeu marrëdhënien e vështirë me parat, duke thënë se megjithse ka shitur 40 milion diskje, ka mbetur pa asgjë e më pas nisi nga e para. Sot financat i menaxhon motra e saj. Një pjesë të rëndësishme të jetës i ia kushton vajzës 12 vjeçare, Paolas. Ajo është krenaria ime më e madhe dhe forca që më mban aktive, u shpreh këngëtarja, duke treguar se pandemia e ka bërë më të vështirë rolin e saj si nën. Artistja shprehu keqardhje për koncertin Amike për l'Abruzzo, që nuk u transmetua në televizion, ndërsa kujtoi me krenari performancën e saj si gruaja e parë soliste në San Siro, duke hapur rrugën për koleget. Një mbrëmje e gjatë mes kujtimesh, humorit dhe emocioneve, ku Pausini tregoi se lidhja me fansat dhe familjen është forca e saj më e madhe.